Televizioni Real ka trajtuar pak ditë më parë problemin e derdhjes së kanaleve ujëmbledhës gjatë vijës bregdetare, nga hyrja e plazhit të ri deri tek zona e Rapit. Konkretisht janë 11 pika kanale që derdhen në det. E shqetësimi bëhet më i madh pas jemi në prag të sezonit turistik, e kur vetë instancat e higjienës e shëndetësisë e kanë cilësuar këtë vijë bregdetare si te i të ndotur e të papërdorshme nga pushuesit, por sot vetëm pak ditë pas së ngritjes së shqetësimit nga televizioni Real, punonjës të firmës konkrete të kësaj shëndetoreje ka nisur punimet për mbulimin e këtyre kanaleve. Pak ditë pasi televizioni Real ka trajtuar çështjen e kanalizimeve ujëmbledhës të cilët derdheshin në det, shikojmë që ka filluar puna në thellimin e këtyre kanaleve, sigurisht në veshjen e tyre me material filtrues dhe vendosjen e gureve aty që ndihmon në filtrimin e ujit. Kjo punë ka nisur ditën e djeshme dhe pritet të vijojë për disa ditë me radhë e që do të ndihmojë sigurisht në cilësinë e ujrave të kësaj vije bregdetare. Punimet pritet të përfundojnë në fund të këtij muaji, e kanalet e ujrave të larta do të jenë të mbuluar në fillim të këtij sezoni turistik.